Po e shihni, i ka 6 dhjetar. Jo 6, as 16, po 60. Në Xërxe, afër Sillosit, për juve që jeni në këtë zonë, çmimet veç po shkojnë të urrit. E nëse se blen te hiç më stani se ka kush e blen jaroni jam. Hadi shik. 6 dhjetar jo bor. Jo be o bor, po truall ku janë 2 objekte janë këtu. Që 2 objekte, që Sillosi atje po shihet, që për mas në Xërxe me çmim 1 milion euro, 2 objekte i ka brenda, 200 metra katror, gati për ndërtim. Ves gjatë, a do me shti makinën, a me bu fabrik, a me bu edhe depo. Besa çka dën te. E për ata që po menojnë me ndërtu diçka, e kam një super line për juve. Këto pritet mu bu edhe stacioni i trenit. E dini çfarë ndodh me tokën kur vjen afër treni? Ma mirë s'po tregoj, se besa e dene. Po veç po të them diçka. Stadi ki 1.1 milion euro, nesër është 2.2 milion. Kështu që ka për që mundësi edhe te. me çmim 1.1 milion, pra milion pik euro, por ajo është sot. Nesër mas nesër nuk ka më 1.1, po bo 2.2, a zoti e din. Pse? Sepse ka më bo stacioni i trenit për Xërxe, Rahovec, Gjakov, Prizren, pra kryesori për rafshin e Dugaxhinit. Prandaj mos pritoni, thirrni numrin e telefonit dhe boni tag, i thënë tag a mention. Tag. Po, faleminderit shumë.